Kreu i Partisë Mundësia Agron Shehaj ka mbajtur një konferencë për shtyp këtë të hënë, ku ka folur për vakancën në Bashkinë e Tiranës. Shehaj tha se nëse duan një kandidat jo të korruptuar, duhet u shtrihet dora të gjitha partive opozitare. Ai deklaroi se opozita nuk e ka luksin të vendos veto dhe partia që ai drejton do të ushtrijë dorën e bashkëpunimit partive të Qorit, Lapajt dhe Shabanit. Ka vetëm një mënyrë për fituar zgjedhjen në Tiranë. Dhe vetëm mënyrë është që e gjithë opozita të ketë një kandidat që vin nga jashtë partive politike. Ne duhet të shtrijmë dorën të gjithëve, Qorit, Lapajt, Shabanit, të gjithëve, pa përjashtim. Opozita nuk ka luksin të thotë të vendosë veto. Shehaj tha se i ka shkuar me një propozim edhe Partisë Demokratike, por nuk ka marrë ende një përgjigje. Ne do punojmë nëse Partia Demokratike thotë, po, e kemi ndarë mendjen. Opozita do futet në zgjedhje me një kandidat jashtë partive politike, ne do ulemi në atë tryezë, do themi, okay, hajde tani ne mendojmë, ne kemi menduar për këto emra, o burra të shikojmë dhe të dëgjojmë dhe emrat e tjera dhe diskutojmë se kush mund të jetë kandidati që mund të fitojë. Sepse ideja nuk është që të nxjerrim një kandidat të një prej partive politike. Dakor, nuk është ideja hajde të gjejmë një tani që nuk është antar as i partisë, që është i Partisë Mundësia, por nuk është antar, apo që Partia Demokratike të bëjë një gjë. Ideja është që të gjejmë një kandidat të përbashkët jashtë politikës të vërtet, jo sa për të thënë. Sipas Shehajt, opozita duhet të bashkohet për të pasur një kandidat jo politik, si të vetme rrugë për të mundur Edi Ramën.